Kthimi i të mposhturve nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Ushtria Kureshëve u kthye në Mekë në grupe të vogla të prira ose të pasuara nga individë të vetëm. Ndër të parët që mbërriti me lajmin ishte Hashimiti Ebu Sufjan, vëllai të cilit Neufeli ishte kapur. Armiqësia e Ebu Sufjanit ndaj fesë së re e kishte nxitur të thurë të vargjë ndaj saj të kushëririt e vëllait të tij të Xhirit, të dërguarit. Por përvoja e Bedrit e kishte tronditur së tepërmi. Mendimi i tij i parë ishte të vizitonte Qaben. Të rastësi që xhaxhai i tij Ebu Lehebi ishte ulur në një tendë të madhe që njihej si tenda e Zemzemit. Duke parë të nipin Ebu Lehebi, e thiri të ulej pranë tij e t'i tregonte ç'kishte ndodhur. Nuk mbaron këtu, tha Ebu Sufjani. Ne u ndeshëm armikun e i kthyen shpinën dhe ata na morën para gjerësa ja mbathëm, ose morën robër siç u desh zemra. Nuk mund të pajsoj asnjë prej tanëve, sepse na u desh të përballeshim, jo vetëm me ta, por edhe me burra të veshur në të bardha, mbi kuaj pullali, mes qiellit të tokës, të cilët u kursyen gjë dhe asgjë s'u dilte përpara. Tani el Fadli ishte ulur në një qoshe të tendës dhe më të ishte Burafiu, njëri nga sklevërit e Abasit, që po bënte shigjeta. Si ajo, ai ishte musliman dhe që të dy kishin mbajtur islamin të fshehtë prej të gjithëve, veç disave. Por Rafiu nuk e përmbante dot veten nga gëzimi për lajmin e fitores së të dërguarit, dhe kur dëgjoi të flitej për burra më të bardha mes qiellit të tokës, ai thiri në mrekullim e nga dënim. Kanë qenë melekët. Ebu Lehebi u kaplua me njëherë nga një dalldi tërbimi, e i dha Ebu Rafiut një goditje plagosëse në fytyrë. Sklavi u përpoq t'ia kthente, por ishte imcak i dobët dhe kabahu u lëkurtrash Ebu Leheb. E vuri për toke, e shkeli me gjunjë, e i ra prap. Atëherë el Fadli mori një hu që përdorej me raste për të përforcuar kunjat e tendës dhe ja lëshoi kunatit në kokë me tërë forcën, duke ja qarë lëkurën dhe mishin nga kafka në një prerje të gjatë, që nuk do të shërohej kurrë. Apo e trajton si kërkushin, bërtiti ajo. Tani që pronari i tij është larg dhe s'mund ta mbroj. Plaga u qërbëzua dhe brenda javës i tërë trupi u mbulua me puqra të qërbëzuara nga të cilat vdiq. Kur erdhën lajmet e tjera nga betejë dhe kur të prekurit nisën të vajtonin të vdekurit në kuvent, u mor shpejt vendimi që të thuaj të përmbaheshin. Muhamedi dhe shokët e tij u thanë, do ta marrin vesh e do gëzohen, ndërsa të afërmit e të kapurve u nxiten që të mos vononin dërgimin e ofertave liruese në Yathrib. Nga vdekja e aq shumë burrave të rëndësishëm, Umejadi Ebu Sufjani ishte bërë për shumë kënd prijesi i Kureshëve, dhe tamam sikur të donte të jepte një shembull. Ai tha për të dy bijtë, Hanzalen e Amrin, njërin të vrarë e tjetrin të kapur. Atë vuaj humbjen e dy fish të gjakut dhe pasurisë. Më vran Hanzalen dhe tani u dashkan të shpjegoj Amrin, lëreni me ta mbajnë sa të duan. Bashkëshortja rrëmbyer e Ebu Sufjanit, Hindi, nuk ishte as e ëma e Hanzales e as e Amrit. Por në fillim të betejës, kishte humbur të atin Utba, xhaxhain Shejba dhe vëllain e saj Velidin. Dhe ndonë se i përmbajti vajtimet, ajo u betua që ku Kureshët të merrnin pak mbi ushtrinë muslimane, siç duhet të bënin patjetër, ajo do të hante mëlçinë e gjallë të Hamzait, i cili kishte vrarë xhaxhain dhe i kishte dhënë të atit goditjen të kefrurse.
kurse për ngarkesën e pasur të karvanit, që Ebu Sufjani e kishte sjellë të padëntuar në Mekë. Në kuvend u arrit pajtim i njëzeshëm që të gjitha fitimet t'i kushtoheshin ngritjes së një ushtrie aq të madhe e të fortpajisur, sa të mos dështonte dot në shtypjen e çfarëdo lloji qëndrese që mund t'i ofronte Jetripi. Dhe kësaj here gratë do të marshonin me burrat, për t'i nxitur e shtyrë që të shkëlqenin me vepra guxim. Ura gjithashtu në pajtim që për të njëjtin qëllim t'u dërgoheshin lajmtar të gjitha ushtrive të tyre aleate anë kënd Arabisë, duke u bërë thirrje t'u bashkoheshin në sulmin e tyre dhe duke dhënë ato që u dukeshin arsye të forta përse ndjekësit e fesë së re duheshin konsideruar si armik i përbashkët. Ndërkohë që respektuan porosinë e kuvendit për vajtimin, shumica e kureshëve e shpërfidhen atë që ishte thënë për shpëngimin, dhe burra nga thuajse çdo klan u nisën së shpejti drejt Medinës për të bërë ujtim me kapsit dhe paguar lirimin e një ose më shumë prej të afërmve ose aleatëve të tyre. Ebu Sufjani e mbajti fjalën, por në haxhin e radhës ai burgosi një prej haxhinjëve nga Oazi, një plak evs, duke thënë se nuk do ta lironte gjersa t'i kthenin të birin Am, dhe familja e Haxhiut e binti të dërguarin të pajtohej me këtë shkëmbim.